Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur nga Ortaköy. Jemi në Stamboll përsëri edhe në këtë epizod e ne po e vizitojmë Stambollin dhe po sjellim histori të ndryshme nga Stambolli, nga restorante të ndryshme. Unë jam këtu në Ortaköy, një nga lagjet më të gjalla dhe më të vizituara të Stambollit. Jam Buzdetit, ku mund të shihni urën e Bosforit, por gjithashtu dhe xhamin, e cila është xhami, një ndër xhamit më të bukura e cila është Buzdetit. Gjithashtu ajo është ura e parë e Bosforit. Unë do vizitoj pra sot një restorant shumë të veçantë, por gjithashtu kemi me provu edhe disa ushqime tradicionale këtu të Turqisë. Ortaköy njihet si një vend me shumë gjallëri, jeta e natës është fantastike këtu, por gjithashtu njihet edhe për tregun e patateve të pjekura, të cilat do i shohim vetëm pas sakt dhe do i provojmë së bashku. Por edhe për rrugicat me kafene dhe me tregje të ndryshme, pra me dyqane të ndryshme të cilat mund të deni edhe gjësende ose aksesor ose diçka të cilat mund ta mbani kujtim nga Ortaköy. E vazhdojmë të shndrojmë me ne deri në fund të kësaj historie, por për fund të kësaj historie normalisht dua të falenderoj Podravkën, e cila gjithmonë na mundson që të sjellim histori të ndryshme nga vende të ndryshme në pasion e profesionit. Me shikues dashur, jemi ende në Ortaköy e këtu kam dashur të provu një specialitet turk. Pra në Stamboll është kjo patate e shtypur, e cila përzihet me djathë dhe mund të shosh çka të duash ti. Unë kam shtu për vete ullën, djathë ekstra, një sos të djegës, tranguj, turshi dhe gjithçka misër, mos harroj edhe misrin. Këtu është pra një treg i patateve, të cilat këta kanë specialitet në Turqi. E bëjnë shumë të veçantë dhe shumë të shijshëm. Mua po m'pëlqen shumë sepse po m'duket diçka shumë interesante, të cilën nuk e kam provu më herët. Po vazhdoj me e provu edhe po e shijojmë këtë treg kaq të mirë, por gjithashtu edhe pamjen në Ortaköy. Shikues të dashur, jemi në një ambient fantastik, jemi tek Kuleli Jakamos, këtu pranë Bosforit. Pra, është një vend fantastik, është një restorant shumë i mirë, me ushqim shumë të shijshëm. Unë jam duke pi një kafe turke bashkë me pronarin e restorantit, pra bashkë me Tanerin. Yes. Taner Bey, Hoş geldiniz. hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Thank you for waiting and for the warm welcome here. I will start asking you some questions. How long has the restaurant been operating? 2007 yılında açıldı. 17 yıllık bir restoranız. İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteriyoruz. Tamamen alkolsüz bir mekana sahibiz. İstanbul Boğazı'nın en nadide yerlerinden bir konumdayız. Ve misafirlerimizi bu şekilde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. What are your signature dishes and your specialties here in this restaurant? Fish, balık restoranı ve et de var bizde daha çok ama balık restoranı işte kalamarı, karidesi, balığı, organik ürünlerimiz var. Bunu daha çok böyle doğal ortamlardan getiriyoruz. Ardahan'dan, biz doğuluyuz. Dolayısıyla Kosova'ya da daha yakınız. Onun için balıklarımız çok güzeldir ve spesiyel Bosporus bir menümüz var. Bu daha çok böyle kalamar, karides, ahtapottan oluşan bir yemeğimiz var. Bu çok spesiyel ve çok tutulan bir ürün.
But how did you choose this specific place? It's a very beautiful place with a beautiful view here. Benim bir lafım var. Çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın. Şöyle ki İstanbul Boğazı'nda yer almak istiyorsak doğru mekanları doğru yerde seçmelisiniz konum olarak. Çünkü biz daha çok böyle turizm ağırlıklı bir işletmeyiz. Burayı seçmemin sebebi bana göre cennet gibi bir yer. Cennet. Evet. What makes your restaurant different than others? Evet, şimdi İstanbul Boğazı'nda baktığın zaman Bosporus kanalında alkollü mekanlar var. Biz bunlardan farklı olarak alkolsüz tek mekanız. Yani no alkol. Çok daha güzel insanlar kapalı kesiminde yani yemek yeme kültürü olan insanların burada lezzetini alsın. Her şey alkolden ibaret değildir. Sadece güzel bir kahvaltı, güzel bir akşam yemeği, romantik bir yemek. Diğer restoranlardan çok farklıyız biz. Çok güzel view. Evet, çok güzel cennet. Very beautiful view. Një palje shumë e bukur, gjithashtu po e bëjmë këtë intervistë në gjuhën turke sepse Taner Bey flet turqisht dhe pse jo mos ta bëjmë edhe këtë intervistë në gjuhën turke edhe pse unë po flas anglisht. Is there any story behind the name of the restaurant? Yakamoz restoranı benim 1998 yılında ilk restoranımı açtım Beylerbeyi. 2003 Kanlıca, 2008 Kuleli Yakamoz. Yakamoz ay ışığının gece vakti denize yansımasını anlatıyor. Yani ay ışığı böyle gece ışıl ışıl oluyor. İsmi oradan aldım. Yakamoz Reis ismini. O zaman 1998 yılında kurarken kendim kurdum. Yakamoz'un tüm harflerini kendim seçtim. Çok zor koşullarda kurdum. 1998 yılında. Okay. But do you host any events here and like Turkish nights with music or something else? Özel etkinlikler, doğum günleri daha çok biz akşamları gün batımında romantik evlilik teklifi yapan misafirlerimiz var. Bütün bu sahildeki masalar hep evlilik teklifi yapan, insanların ilk adımı attığı bir yere geliyoruz. Bu da İstanbul Boğazı'nda nadide bir yerde bir kadının, bir erkeğin kadına o yüzüğü ilk evlilik teklifi yapması. That's very great. That's very nice. And in the end, tell me something about Istanbul. Dünyanın en güzel şehri, dünyanın başkenti bana göre. Dünyanın görebileceğiniz İtalya'ya gittim. Roma, Floransa, Venedik, İngiltere'ye. Bana göre İstanbul Boğazı burası bir cennet. Dünyanın başkenti İstanbul. Çok teşekkürler Çok Taner Bey. teşekkür It was a very ederim. Thank you very pleasure. much. Thank you very much. Shikues dashur, kishte edhe intervista me pronarin e Kuleli Yakamoz. Yes. Ne do i propojmë edhe disa nga ushqimet që i përgatisin këtu, kështu që ju ftojmë edhe ne që sa herë të vini në Stamboll të vini dhe ta shihoni këtë pamje kaq të bukur të Bosforit dhe ushqimin kaq të bukur këtu në Kuleli Yakamoz. Evet, Kosova'ya sevgiler. Çok teşekkürler. Thank Ben you. teşekkür ederim. Sağ olun. Shikues të dashur, nga ana e Kë jemi në Bebek. Kjo pra është një ndër lagjet më luksoze, më të pasura të Stambollit, por gjithashtu është një lagje shumë e shëtitshme ku mund të vraposh, mund të bësh yoga dhe mund të shohësh disa nga vilat më luksoze të cilat keni mundur të shihni ndonjëherë. Siç dihet historikisht, aristokratët Osman kanë blerë këtu vilat më të shtrejta dhe më të mirat, kanë ndërtuar villat e tyre këtu, të cilat mund të shihni edhe në pamje, aty mbrapa meje ka villa të shumta.
Gjithashtu është një lagje e cila ka kafene, por edhe mund të bëni shopping këtu, pra mund t'i bëni të gjitha blerjet të cilat dëshironi, sepse është një lagje mjaft luksoze. E ne po vazhdojmë me diçka tjetër. E shikues të dashur, pas ortakoj jemi në Arnavutkoj, e cila është pjesë e qarkut të Beshiktash, pra është në pjesën e bregut europian të Stambollit. Këtu pra është një lagje që emri ka ardhur nga banorët shqiptarë të cilët i solli këtu Sultan Mehmeti i Madh për të ndërtuar rrugë. Pra këtu ka pasur një mori pra të ndryshme të njerëzve të cilët kanë qenë grek, turq, hebrejn, por edhe shqiptar. Më konë është zhvilluar shumë, është një vend shumë i bukur, por gjithashtu aristokratët Osman kanë ndërtuar këtu villa të shumta të tyre të cilat janë shumë luksoze. Gjithashtu është një vend shumë i mirë dhe ka restorante të specializuara të peshkut. E shohim bashkë për më shumë.